Me fillimin e reshjeve, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka stakuar hidrocentralin e Fierzës dhe është duke punuar me kapacitet të plot për të përmbushur nevojat e vendit vetëm me ato të Komanit dhe Vaut të Dejës. Sipas Kesh, Fierza po mbahet e fikur në mënyrë që të krijon rezervat hidrike për muajt e verës dhe që të shmangë importin për këtë stin. Prurjet në hidrocentrale gjatë javës së fundit një arritur ndjeshëm duke bërë që niveli në Fierzë të arrijë afërsisht 285 metra, rreth 10 metra larg pikës kritike, ku Kesh është detyruar që të bëjë shkarkime ndërkohë që prurjet janë mesatarisht 600 metra kub ujë në sekond. Niveli Komanit është 174 metra, ndërkohë që prurjet aty arrin në 430 metra kub ujë në sekond, ndërsa që Vau i Dejës është nivelin 75 metrave me prurje anësore, 130 metra kub ujë në sekond. Konsumi i energjisë gjatë këtyre ditëve ka shkuar 20 milion kWh në ditë. Kesh po prodhon 14 milion kWh në ditë, ndërkohë që importi i energjisë nga Korporata Elektroenergjetike dhe kompania shpërndarjes ÇEZ është 7 milion kWh.